dje që 3 herë janë bombarduar anijet në afër bregut të Turqisë, dhe kështu që krijon problem sigurinë e detit të Zi, dhe e treta është që ata probleme që kanë në mes Turqisë dhe Rusisë, e cila bëhet fjalë për S-400, pra për ata bombat që Amerika nuk ja pranon që të ketë në territorin e Turqisë, pra nuk duhet të ketë një shtet i NATO-s, edhe gjërat e tjera, por në fakt, sipas të dhënave që thojnë kolegët tanë, pandi është që kanë folur shumë gjëra gjatë me shumë çështje të cilat të përket të dy vendeve, qoftë rajonale, por qoftë edhe globale. Që nga takimi i gushtit kur e priti në Alask Donald Trump, presidentin e Rusisë Vladimir Putinin, le të themi Recep Tayyip Erdogan është i dyti pra që nga gushti që takon presidentin e Rusisë, dhe takimi vjen edhe një moment vërtet me shumë pikpyetje për planin amerikan për paqen në Ukrainë, një dokument që e ka rishkruar Zelenski dhe kryeministri britanik, kancelari gjerman dhe presidenti i Francës, dhe ja ka dërguar Washingtonit. Mund të dim, a ka patur një propozim konkret, sa që kanë raportuar edhe mediat në Turqi nga ana e Erdogan për këtë moment ku jemi? Në fakt, media turke raportojnë që ky plani që është bërë nga Europa, pra plani i dëshiruar ose më i dëshiruari për Ukrainën, në këtë plan është edhe Turqia, këtu ka firmën e Turqia, sepse Turqia në të gjitha prononcimet zyrtare që ku ka filluar kjo luftë që bëhen gati 4 vite, pande është shprehur që sovranitetin territorial të Ukrainës ne e shohim të palëvishëm. Pra nuk shohim një plan B apo planin e Trumpit, por ka një plan të vetë dhe kjo përket plani i Europës. Në fakt, por normalisht Turqia ditë të bëjë diplomaci dhe Turqia thotë që mbi të gjitha duhet të ndalojmë vdekjet, pra duhet të ndalohet kjo luftë, dhe normalisht çdo luftë ka dikush fiton, dikush fiton më pak, dikush më pak, por gjithsesi duhet një paqe dhe për kësaj qëndron presidenti Erdogan, por me sa Mos gaboj unë, ka kërkuar për një armëpushim të përkohshëm në takimin me Vladimir Putin në takimin e sotëm, apo jo? Po, ai ka qenë pika e parë, një armëpushim të përkohshëm sa më gjatë, për të paktën disa javor, dhe një takim shumë së shpejti të jetë në Istanbul për shkëmbimin e pengjeve dhe për të rikonfirmuar edhe një herë marrëveshjet që kanë bërë për drithara, nëse të kujtohet se pandit i gjitha të marrëveshjet për dritharat janë bërë në Istanbul, pra janë bërë herë pas herët, dhe përsëri Erdogan e ka kërkuar këtë që të bëhet përsëri nga ato, ku ndërrimi i pengjeve është shumë humane, shumë njerëzor, sepse siç dihet në mijëra fëmijë ukrainas janë grabitur apo janë marrë nga ushtarët rusë, dhe ato kërkojnë që të kthehen në familjet e tyre, pavarësisht se si do të arrihet përsëri të paktën tani ndoshta edhe para vitit të ri, mos jo po direkt pas vitit të ri, pra pas Krishtlindjeve, pritet që të kemi një tavolinë përsëri në ngushticën e Bosforit, dhe të kemi ca marrëveshje sadopak që mund t'i quajmë simbolike, të paktën ndrimin e pengjeve dhe një zgjatje të marrëveshjes së dritharave. Ndërkohë, përveç këtyre që quhen marrëveshje dhe arrihen përmes nivelit teknik apo edhe përfaqësuesve të Rusisë dhe Ukrainës, siç ka ndodhur edhe kohë më parë në Istanbul, a vazhdon Erdogan të jetë ende me idenë dhe tezën e tij mikpritës i takimit Trump-Putin apo edhe Zelenski për një marrëveshje finale? Por në fakt nëse referohemi pas takimit Putin-Erdogan në Ashkabat, Kremlini bëri një prononcim ku tha që po kemi ftesën e presidentit Erdogan që zoti Putin të takohet në Istanbul me Erdoganin, por edhe me të tjerë, pra bëhet fjalë edhe me Trumpin, por kemi ata probleme teknike dhe po përgatitemi domethënë për ata, por prononcimet të tilla kanë qenë në fakt vazhdimisht sa herë Erdogani ka bërë ftesë Putinit që të vinë në Turqi. Prononcimet kanë qenë, po të thuash, është një bërë retorike nga ana e Kremlinit që po jemi gati avash sa nga ana teknike, por Erdogani këtë ka shpreh hapë, domethënë edhe në prononcimin zyrtar që bëri në atë summit ku ishte, qoftë për Rusinë, ashtu ku ftoi edhe zotin Putin për të vinte në Ankara apo në Istanbul, po ashtu edhe për Gazën. Pra Erdogani në të gjitha fjalimet e tina, domethënë nuk e menjanon domethënë Rusinë dhe Gazën, pra Ukrainën dhe Gazën, por normalisht sa e ka forcën Turqia që të jetë vendimtare për këtë pandi,
deri tani nuk ka qenë aq e fortë, por normalisht që ka një ndikim, domethënë qoftë në Washington, por qoftë edhe në Kremlin, sepse siç dihet marrëdhëniet tashmë në këtë liderët e sotshëm të botës